Inteligjenca artificiale po e hapat e para në kurrikulat shkollore në vend. Klasat e 4-ta po mësojnë konceptet bazë të përdorimit të saj. Në mësim përdoren aplikacione si CodeMonkey dhe QuickDraw. Për Albulenën, ky i fundit është si një lojë që i sfidon të vizatojë një objekt, ndërsa sistemi me inteligjencë artificiale interpreton se çfarë paraqesin vizatimet. Ajo si bashkëmoshatarët e saj është tashmë përdoruese e inteligjencës artificiale. Unë e njoh inteligjencën artificiale, e kam pas përdorur shumë pak dhe vazhdoj ta përdor. Është edhe shumë e rrezikshme për fëmijët, domethënë, sepse ka fëmijë që i marrin detyrat nga inteligjenca artificiale dhe nuk kuptojnë asgjë. Unë e përdor shumë për me marrë shumë informacione për detyrat që nuk kuptoj. Kuptoj për detyrat e tikut kërkoj gjëra për postera, çfarë mund të bëj në PowerPoint-a. Do përdor shumë nga njerëzit, sepse do jetë shumë e përdorur, sepse ajo ndihmon shumë. Kur kam një detyrë që e kam me vështirësi e përdor atë. Detyrat në inteligjencën artificiale nuk duhet të merren shumë, sepse të gjithë njerëzit nuk do të kenë njohuri. Kur kam diçka që nuk e kuptoj, e pyes dhe ajo thjesht ma shpjegoj, por jo t'i bëj detyrat gati. Mësuesit theksojnë se teknologjia tashmë është përhapur edhe në mosha shumë të vogla dhe nuk mund të ndalohet, por edukimi i hershëm është i domosdoshëm. Nxënësit e klasës së 4 e marrin për herë të parë një orë mësimi bazat e inteligjencës artificiale. Dhe në këtë orë mësimi është menduar që nxënësit të marrin vetëm ta kuptojnë, pra çfarë është bota e inteligjencës artificiale. E rëndësishme është sepse në ditët tona neve teknologjia është bërë shumë e rëndësishme, po ecet me hapa gjigant. Ky program pritet të zgjerohet edhe në klasat e tjera, me synimin për të mësuar përdorim të sigurt të teknologjive, në një kohë kur rreziqet online janë vetëm një hap larg.